Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe me një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë që na vjen. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e tjera të këtij kanali. Atëherë këtu kemi energjinë, shohim është një energji ku diçka është thyer, një person ose ju dëgjues jeni zemëruar dhe ky person do që të vitë tek ju. Por ndërkohë shoh që ndoshta për t'ju dëgjuar, ky person dëshiron të vitë drejt jush për t'ju dëgjuar. Është një person që ndoshta ka diçka të dhimbshme brenda, sepse ka ndodhur diçka, është thyer diçka këtu. Por ky person dëshiron t'ju afrohet dhe është një person që dëshiron që t'ju tregojë diçka ose të flasi në lidhje me mendimet që ka, duke u përpjekur për të analizuar dhe është një person që dëshiron të analizojë situatat që kanë ndodhur midis jush, ose mund të jetë edhe një situatë që ka shkaktuar këto ndjenja thyerje në lidhje me ju dëgjues. Gjithsesi, kemi energjinë e katrës të shpatave që tregon diçka është thyer, diçka ka ndodhur midis jush, diçka sikur do transformohet, por personi ndodhet në një situatë ku është duke menduar se si të mbledhi këto copsa për të sqaruar këtë situatë. Dhe është në një lloj pauze, në një lloj pushimi. Dhe kemi këtu mbretëreshën e kupave që tregon që sill një energji më të ngrohtë dhe është një energji më mbrojtëse në lidhje me këtë situatë, që shëron plagët dhe kujdeset shumë. Dhe shoh që ky person është një person që kështu ndihet për momentin. Ndoshta dëshiron që të vijë drejt jush dëgjues dhe për të rregulluar diçka në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni pasur me këtë person. Por kemi dhe treshin e monedhave ku tregon që ky person është duke menduar ose mendon shumë në lidhje me këtë problem, dhe ndoshta është një person që përpiqet për të gjetur një zgjidhje se si të funksionojë kjo njohje ose kjo lidhje që ju keni. Dhe kemi një energji femërore që është një energji shumë krijuese. Nuk e di se si rezonon me ju deri në këto momente. Gjithsesi, vazhdojmë. Shohim çfarë mendon ky person ose çfarë ndjen personi për ju tani në këto momente. Ky person donte ju, nuk e di, por këtij personi mungoni shumë, sepse jemi te pesa e monedhave. Këtij personi i mungoni, është një person që ndoshta ndihet në një gjendje lodhjeje, dhe shoh që është një person që është shumë kurioz për të ardhur drejt jush. Është një person që ndron, ndoshta ju mund të keni dhe momente të shprehjes së fytyrës së këtij personi në momentet e fundit. Është një person që ndron rreth jush, ka një fantazi për ju, ose për këtë dashuri, ose ky person krijon lloj fantazish në lidhje me ju. Dhe këtu kalojmë te rrota e fatit që sill një ndryshim të shpejtë ose të madh në lidhje me këtë dashuri. Është një ndryshim në rrethin e miqve për një pjesë prej jush, sepse jemi këtu te treshi i monedhave. Mund të jetë që është një person te vendi punës, mund të jetë një person që ju admiron në një grup njerëzish, ose mund të jetë edhe, sepse leximet përgjithshme janë këto, mund të jetë edhe një person që e keni njohur në një grup njerëzish, diku ku keni shkuar ose diçka tjetër.
Gjithsesi, është një domethënie e madhe e rrotës së fatit që tregon që ka ardhur koha që kjo njofje ose kjo dashuri të veprojë ndryshe. Ndoshta të ndryshojë diçka në lidhje me rrjedhën e kësaj dashurie. Sepse këtu kemi përballje të kësaj lidhje, diçka është kërcënuar në këtë lidhje. Ka ndodhur një ndarje dhe është një moment i vështirë në lidhje me këtë situatë për ju dëgjues. Gjithsesi, kjo gjë do ta zgjojë këtë person, do ta bëjë që ti mendoj gjërat ndryshe për t'i çuar para, që kjo histori dashurie të marrë një rrjet tjetër në lidhje me ju. Gjithsesi, do vazhdojmë të shohim, unë mora pakun e letrave romantike. Dhe nuk tham energjit këtu, kemi energjit shenjave të ajrit, energjit shenjave të ujit, energjit shenjave të tokës, përsëri energjit shenjave të tokës, këtu kemi energjinë e shenjës së Demit, Virgjëreshës, Akrepit dhe Luanit, dhe kemi përsëri energjit të shenjave të ujit. Gjithsesi janë të përfshira gjitha energjit, me sa shoft, gjitha energjit janë të përfshira, dhe kemi numrat 4, 1, 3, 5, 10, 7, ose 31, 41, 14, 13, 15, 17, 11. Gjithsesi, shohim, këto mund të jenë data lindje, ose mund të jenë data që jeni takuar me këtë person, ose mund të jetë edhe data që ju mund të jeni shkëputur nga ky person. Dhe shohim si do vazhdoj kjo histori. Personin e shohim në një gjendje ku i mungoni, është duke ëndruar gjatë gjithë kohës, dëshiron të çojë gjërat para, i mungon kjo dashuri. Dhe çfarë do ndodhi midis jush? Si ndihet ky person për ju tani? Shoh që ky person sikur dëshiron t'ju nxjerrë diku, ju shoh. Është një person që donte ndoshta të bënte një shëtitje me ju, ose të shkoni në një ambient të mbyllur së bashku me këtë person. Ose ky person dëshiron të sqarojë disa situata, sepse shoh që është një person që e mban të fshet këtë situatë. Dhe kemi kartat arkanës së madhe, është një person që mendon seriozisht në lidhje me ju, sepse kemi mbretin e monedhave. Dhe është një person që u trem nga kjo histori. Ndoshta ju duk një histori shumë e ëmbël, sepse ky person e mban të fshet këtë situatë. Edhe pse është duke menduar, ka shumë emocione në lidhje me ju. Ndoshta ky person bëhet më sensual, ka më pasion, ndihet më mirë me veten e tij në momentin që ky person është duke ju vrojtuar pak edhe në mënyrë të fshehtë. Dhe vazhdojmë. Dhe këtu kemi të bëjmë energji, nuk tham, të shenjave të tokës, të shenjave të ujit dhe të shenjave të ajrit. Dhe këtu shohim që kemi dy persona që ju mungon shumë njëri tjetri. E shohim, janë të dy personat ballë për ballë, po të shihni këtu. Ju mungon njëri tjetri, ndoshta këtu ka disa premtime, ka pas disa premtime për të pasur një takim shumë intensiv midis jush, por ky person ju do shumë, sepse shoh që ka shumë emocione në lidhje me ju. Ose të njëjtën dëshirë do ndjente ky person në këto momente edhe për ju. Ose për të ardhur drejt jush. Është një person ku këtu kemi energjitë shenjës të peshores, energjitë të shenjave të zjarit dhe përsëri të zjarit. Është një person që ndoshta mendon se mund të ketë një takim midis jush,
mund të jetë dhe një takim i rastësishëm ose është një takim që mund të ndodhi në një bar, në një ambient ku ju shkoni. Por gjithsesi nuk e di se si rezonon deri në këto momente. Ky person dëshiron të japë zgjidhje energjia femërore kësaj situate dhe shohim një energji maskullore në një situatë pritjeje. Por ndërkohë është një person që ka sharm, është në pritje të një përgjigjeje nga energjia femërore dhe shoh një takim së bashku. Dhe vazhdojmë. Ndoshta për të pirë diçka ose sepse po të vëmë re janë në një bar të dy personat, ose mund të jenë edhe në një ambient shtëpie, në një ambient më privat, por gjithsesi shoh që së shpejti këta persona do jetë së bashku. Ky person ndoshta do t'ju ftoj diku. Mund t'ju ftoj për të ngrënë një drekë, për të pirë një gotë ose diçka tjetër. Dhe shohim se si do vazhdoj historia midis jush në të ardhmen. Dhe këtu kemi të bëjmë, nuk i tham energjit, dhe shohim që një energji, shohim një ndryshim të madh që do ndodhi në këtë histori, në këtë dashuri që ju keni. Është një person që mendon ose pret të bëjë një ndryshim të madh, sepse shohim që është në pritje. Por mendon, ndoshta personi ka fituar edhe një transformim shpirtëror, ka pësuar një transformim shpirtëror, shohim, dhe dëshiron një ndryshim të madh, duke lënë mbrapa këto vështirësi dhe duke hapur derën në lidhje me një takim me ju. Dhe kemi një energji femërore që është duke studiuar gjatë gjithë kohës këtë situatë. Është një energji që ka shumë intuit ose beson brenda vetes, por më tepër është një person që ka intuit të zhvilluar, por ndërkohë ka hequr dorë nga gjërat që ka besuar. Dhe shoh një fillim të ri, sepse kemi asin e monedhave këtu. Disa prej jush ndoshta mund të jeni duke diskutuar, sepse po të shohim energjia femërore është duke analizuar këto situata në lidhje me një fillim të ri. Një ndryshim i madh vjen drejt jush, ju presin surpriza pafund me këtë person dhe një fillim i ri i bukur. Dhe vazhdojmë përfundimin në lidhje me këtë dashuri. Dhe shoh një romancë të bukur midis jush, një takim mund të jetë që ju do ndiheni shumë mirë me njëri tjetrin, do bashkëpunoni me njëri tjetrin, por ju shoh edhe në një ambient, mund të jeni në një ambient të mbyllur së bashku dhe në një moment romantik me njëri tjetrin. Dhe shoh që një fillim të ri të bukur, sepse jemi te karta e perandoreshës. Energjia femërore është si një perandoresh. Është një femër që ka sharm, është një femër që mbështet, ka dashuri në lidhje me këtë njohje që ju keni, ose është një person që, sepse shohim edhe energjia maskullore, është një person interesant, po të vëmë re këtu. Është dhe energjia femërore është duke ngushëlluar energjinë maskullore. Dhe ju do harini hapa të mëdhenj në lidhje me këtë dashuri, sepse ju shoh që do harini të keni një takim, një romancë ose për t'ja kaluar mirë së bashku. Dhe shoh një fillim të ri. Dhe këtu kemi energjitë të shenjave të tokës, energjinë e shenjës së demit, shëgjetarit, energjitë shenjave të tokës, përsëri energjitë shenjave të demit dhe energjia e shenjës së akrepit. Dhe ju shoh mund të jeni dhe duke festuar me këtë person. Ndoshta ky fillim i ri do t'ju bëjë që ju ta festoni këtë lidhje ose njohje që ju keni. Ndoshta duke shkuar diku, duke u mbledhur me shoqërinë tuaj dhe duke festuar këtë takim që do keni së bashku. Dhe shoh përsëri një energji maskullore dhe është një energji që me shumë gentiles mund t'ju ftoj për të shkuar diku. Ju mund të shkoni në një vend me ujë, mund t'ju ftoj ndoshta edhe për të pirë diçka ose për të ngrënë një drekë ky person. Dhe shoh fillime të reja. Kemi asin e kupave,
tregon që do ketë një fillim të ri që do marrë zhvillime shumë të mira, sepse mbi asin e kupave kemi kartën e perandoreshës që tregon fillime dhe zhvillime shumë të mira. Ju do keni një takim, një fillim ose rifillim i ri, ku do harini që t'i çoni gjërat para. Dhe do jeni dhe duke e festuar këtë histori dashurie. Dhe përsëri shoh kemi 6-ën e kupave, mund të jetë edhe një lloj rikthimi i një personi nga e kaluara. Në rastin tjetër mund të jetë një shpirt binjak, ku ky person do heqi maskën, po të vëmre, personat janë me maska këtu. Ky person do heqi maskën për të shprehur këto ndjenja dhe këto emocione që ka në lidhje me këtë dashuri. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Dhe kemi kartën e botës, që është mbyllja e një cikli të vështirë. Ju do mbyllni një cikël të vështirë sepse keni bërë një punë të mirë, thotë. Gëzimi do vi drejt jush. Gjithçka rreth jush do shkëlqej. Atëherë, keni bërë një punë të mirë në lidhje me këtë dashuri, sepse shoh që nuk e di, ju do harini të jeni së bashku, ndoshta diçka ishte thyer midis jush, por kjo histori dashurie ose kjo njohje që keni do rikthehet përsëri kjo dashuri tek ju të dy. Dhe ju thotë që keni bërë një punë të mirë, dhe gëzimi dhe lumturia do vi drejt jush. Gjithçka rreth jush do shkëlqej, por do jetë edhe një cikël i ri i lumtur për ju. Unë do marrë edhe një mesazh nga angjëjt, një mesazh tjetër, dhe do shoh se çfarë do donte ky person t'ju thoshte. Dhe ju thot, jam në dilema, mos marr vendim të gabuar, thot personi. Dhe i gjithë universi punon për ne. Dhe marrim edhe një tjetër. Dhe ju thot, kam një surprizë për ty. Atëherë, janë 3 mesazhe fantastike, personi ka një surprizë për ju, dhe surpriza është që ky person dëshiron të rikthehet dhe të ketë një takim dhe një rifillim ose rikthim tek ju dëgjues. Atëherë kjo ishte për ju. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës sepse janë shumë të rëndësishme, por dhe videot e muajit qershor sepse aty flitet për gjithë muajin qershor. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, dëgjojmë te videot e radhës.